Ky emision mundësohet nga Podravka, The Bank dhe Mercom Company. Sot ndodhemi në Cannes, një nga qytetet më ikonike të Rivierës franceze, një vend ku eleganca, arti dhe magjia mes dheut takohen në mënyrën më të bukur. I vendosur përgjatë bregut të kaltët të Francës, Cannes është bërë i njohur në mbar botën si një destinacion i luksit, kulturës dhe eventeve ndërkombëtare, duke tërhequr çdo vit miliona vizitorë nga të gjitha anët e globit. Shëtitja në zemër të Cannes është një përvojë që ndërthur traditën me modernitetin. Rrugicat e vjetra, ndërtesat historike, sheshet karakteristike dhe pamjet mahnitëse mbi det krijojnë një atmosferë të veçantë, ku historia e qytetit takohet me ritmin elegant të jetës bashkëkohore. Nga kodrat e qytetit deri tek bregu i famshëm i La Croisette, çdo hap zbulon një tjetër pamje të bukurisë së Cannes. Cannes njihet në mbar botën edhe si kryeqytet i kinemas. Fal festivalit prestigjos të filmit në Cannes, një nga ngjarjet më të rëndësishme të industrisë së shtatë të artit. Çdo vit yjet më të mëdhenj të kinemas, producentë dhe krijues nga e gjithë bota zbresin në tapetin e kuq për të festuar talentin dhe krijimtarinë. Por përtej famës së festivalit, Cannes mbetet një qytet me shpirt artistik dhe histori të pasur. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të emisionit Peshku i Art. Kësaj radhe jemi në qytetin e bukur të Cannes dhe këtu jam bashkë përballë vendit ku mbahet festivali i Cannes. Pra është festivali i filmit më i njohur në botë, pra ky është vendi ikonik i Cannes, ku kam parakaluar para 2 muajve yjet të njohur të Hollywoodit, por gjithashtu edhe yjet tona të njohura në për këtë vend. Ky pra është ai vend i cili çdo vizitor, çdo turist kur të vjen, patjetër që duhet të vijë ta shoh. Por gjithashtu këtu parakalojnë edhe vetura të ndryshme luksoze dhe mbrapa këtij vendi edhe jahte shumë luksoze. Ky pra është ai vendi ku çdo kush dëshiron të vijë gjatë kohës së festivalit të filmit të Cannes, por ne jemi vetëm 2 muaj pas këtu. E shikues dashur, do shohim edhe shumë vendet e tjera të Cannes, kështu që qëndroni me ne deri në fund të këtij emisioni dhe ndoshta vitin e ardhshëm do jemi këtu për festivalin e filmit. Por Cannes nuk është vetëm shkëlqimi dhe fama botërore. Ai është edhe shija e kuzhinës mesdhetare, tregjet tradicionale, kafenet buzdetit dhe momentet e qeta ku dielli perëndon mbi horizont. Çdo rrugë, çdo shesh dhe çdo pamje tregon një histori të këtij qyteti që prej dekadash frymëzon artist, udhëtar dhe ëndrimtar nga e gjithë bota. Dashur, ky është bulevardi La Croisette, ku është bulevardi më luksoz, po e quaj kështu, në Rivierën franceze, pra në Cannes, sepse këtu janë hotelet më të njohura dhe më luksoze në të gjithë botën, por gjithashtu edhe butiqet më të shtrenjta, pra të gjitha markat e njohura, por edhe plazhat shumë të shtrenjta. Po e shoh se a mundemi me hy atje, jani me mua.
Në vazhdim të emisionit do të zbulojmë nga afër bukuritë e Cannes, historitë që fshin pas rrugëve të tij elegante dhe gjithçka që e bën këtë qytet një nga perlat më të ndritshme të Rivierës franceze. Shiko të dashur, jemi në qendër të qytetit të Cannes. Është kënaqësi shumë e madhe që do kemi një intervistë me një super restorant këtu, me menaxherin e këtij restoranti, I cili është La Maison. Okay. Did I say it right? Yeah, right. Hello, thank you for this interview and thank you for the very warm welcome. Thank you so much. I just wanted to ask you some questions about this restaurant, where the history begins. When did it open and all the things that you did till now? Le restaurant, c'est ce restaurant, ça fait, je pense, 15 ans qu'il est là. C'est un restaurant qui travaille beaucoup avec beaucoup de tourisme. C'est un restaurant traditionnel, la cuisine c'est traditionnelle française. C'est un restaurant qui est placé depuis longtemps dans son centre-ville. Et on vit surtout de tourisme et de gens de l'année, ça met beaucoup de congrès, des choses comme ça en fait. And what's on the menu? What can people eat here? Il y a the people, it's the big post, the festival de film, the baby the star, it's baby the menu, the kitchen is French, the kitchen is Italian, c'est mélangé en fait. And can you talk to us about the specialty of this The place? special, it's the fish soup, is the special specialty with the kitchen. C'est vraiment parce que the patron, it's Italian patron, it's the best plate. La plate c'est la soupe de poisson. And I just tried the best pizza that I've ever The had. best pizza, it's the pizza de patron. Pizza de patron, it's the saucisse de Calabria saucisse, specialty with the restaurant. Yes, it's very delicious. Yeah. But can you tell us what can people see here in Cannes? The people with the summer, it's the mixed people. Il y a des gens des touristes après le congrès du film, il y a des festivals du film, il y a surtout beaucoup de touristes aussi. C'est toute l'année, il y a toujours du monde en fait. Ça bouge beaucoup l'année. And I have a cocktail here. I assume that you serve different cocktails. Yeah, you have the special cocktail with the French. It's also the Pina Colada. It's a mondial cocktail. Or you have the cocktail with the basilic. Just one. It's a cocktail with the grenadine, with the orange juice, with the sirop d'orgeat. It's a very good cocktail. It's fresh for the summer. It's a new Okay, cocktail. I will try it and I will give my comments. Good. Very delicious. I love it. I think that you're in the center of the city, right? Yeah. Can you tell us more about this, the old place, the old street of the city of Ensuite, France? we have a festival de film. Le festival, Yes. c'est un endroit, c'est le centre. Il y a les plages. Après, il y a les îles, la Guérite, restaurant, les îles de Santa Marguerite.
Il y a beaucoup de choses à voir à Cannes. Il y a beaucoup de choses. I think that you use local ingredients, right? The local. Yes. Yeah, sure. Ingredients. Yeah, it's the local Yes. Yes. food. It's seafood. It's specialty with Côte d'Azur. Il y a la cuisine, elle est la cuisine française. Il y a beaucoup de restaurants thaïlandais, beaucoup de restaurants libanais. Il y a beaucoup de choix en fait. And the ingredients that you use in the foods, maybe you get them from the market that's there. I think that all the chefs, Michelin chefs and the other chefs, they get the ingredients there. The market. Yes. Oui, il y a des supermarchés, c'est des grands supermarchés. Il y a beaucoup de choses à voir. Après, tu as des restaurants pour tout le monde. Ça dépend. Il y a beaucoup de choses. And if the viewers from Kosovo, Kosovo, from Pristina want to come here, Ok. what would you suggest? C'est un restaurant qui est beaucoup familial, un restaurant qui a beaucoup de monde qui passe. On est décontracté, il y a beaucoup de gens qui passent. On fait de la cuisine locale, on fait des prix abordables pour tout le monde et c'est un très bon restaurant. And which plate do you recommend? Place with restaurant with Plate. Plate. Yes. Plate here. Which dish do you Pasta recommend? with seafood. It's very good pasta. With seafood, we have pasta with the truffle truffle cream with the specialty with house. It's very good. It's very bon. Pra shiko së dashur, për të gjithë ju që vini në qytetin e bukur të Kanës, duhet patjetër të vini dhe ta vizitoni këtë restorant kaq të bukur i cili është në qendër të qytetit, por ka edhe pamje nga plazhi. I think that since you are near the sea, you have many tourists coming here in the restaurant, right? The restaurant, yes. Yes. Beaucoup de tourisme. Puis il y a des gens local people, ou c'est même too much tourist, ça dépend. Il y a les gens locaux, il y a des gens de tourisme. C'est toute l'année à peu près ça bouge. Have you ever had any tourists from Kosovo? Kosovo, okay. The Kosovo, Yes. Sì, Kosovo. Did you have any tourists from Kosovo? I have, yeah, for the summer, yes. Yes, in the summer. You have tourists with Russian, Ukraine, you have tourists the Italian, Spanish, Kosovo. You have- Okay. So I'm gonna invite all the viewers of this Okay. TV show to come here in this restaurant in Okay. Albanian. Okay, thank you so much. Të juftoj edhe njerëz të vini të gjithë ta shihoni ushqimin e mrekullueshëm këtu, koktejle të ndryshme, gjithashtu pamje nga deti, edhe mund të bëni shumë aktivitete të ndryshme në qytetin e bukur të Kanës. Thank you so much. Thank you so It was much. my pleasure. Thank you, Gennaro. you. Thank you so much. Peugeot është një emër që ka fituar besimin e miliona drejtuesve përmes traditës, inovacionit dhe cilësisë. Si një nga markat më të njohura franceze, vazhdon të jetë zgjedhja e shumë familjeve fal komoditetit, sigurisë dhe performancës së lartë. Dashur, jemi në Cannes, siç edhe ju tregova pak më herët, por jemi tek vendi ndoshta më i rëndësishëm, me thonë kështu, për adhuruesit e ushqimit. Jemi tek Marke Forville ose Porte Forville. Brapa meje është tregu më i rëndësishëm i Cannes, sepse këtu të gjithë Michelin stars chefs, por edhe chefs të tjerë të Cannes lejnë të gjitha produktet e tyre për të gjitha recetat. Pra, për të gjithë ju adhuruesit e ushqimit, kur të vini në Cannes, mund ta vizitoni këtë treg dhe të shihni se ku furnizohen të gjithë Michelin star chefs. E do vazhdojmë dhe të shohim vendet e tjera këtu së bashku, kështu që qëndroni me ne deri në fund të këtij emisioni.
sa mirë me shiu këtë vend kaq të bukur. E shikues dashur, siç po e shihni, unë jam tek porti i Kanës. Si çdo vend tjetër vegetar, edhe Kanë e ka portin e vet, ku sidomos gjatë javës së filmit, së festivalit të filmit që bëhet këtu, një ndër festivalet më të mëdhenj në botë, këtu lidhen të gjitha jatat më luksoz që mund t'i shenin të gjithë botën. E unë po shijoj edhe kështu, sepse është një atmosferë goxha e mirë, sepse pak më larg ku mbahen disa lojra këtu, dhe ka shumë turistë të cilët po e shijojnë njëjtë si unë kështu. Dashur, jemi në plazhën publike të Kanës. Do thot, me njerë prej qytetit, jemi këtu në plazh, ku po zhvillohen aktivitetet të shumta, siç mundeni me dëgju muzikën këtu, por edhe po zhvillohet një lojë volejbollit. Por t'ju tregoj që çdo pëllëmbe këtij plazhi është duke u shfrytzuar në maksimum, qoftë për evente të ndryshme, qoftë për lojra dhe qoftë për plazh. E ne po e shohim pak edhe këtu. Në fund të ditës, udhëtimet janë për t'u shijuar, e kur ke mjetet e duara për t'i menaxhuar shpenzimet, çdo aventurë bëhet edhe më e këndshme. Me Star Card nga TEB, udhëton me më shumë fleksibilitet, siguri dhe qetësi, kudo që të çojnë planet e tua. Sot do përgatisim një tartar toni me ton të freskët. Një recetë shumë e thjeshtë, por që është një recetë shumë e mirë. E përgatisim me avokado, me erba cipollino dhe marinimi është vetëm me vaj ulliri, me soja dhe me piperin podravka. Vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht hedhim vajin e ullirit. Shtojmë pak soja. Do shtojmë piperin. Krip normalisht. Do shtojmë edhe pak lëkurë lajmi për ta bërë sa më aromatike. Hedhim avokado. Vazhdojmë e të marinojmë duke trazuar. Shtojmë disa erba cipollino.
Pasi kemi mbaruar marinimin, vazhdojmë me montimin e pjatës. Një montim sa më i thjeshtë. Për ta mbyllur, hedhim disa fara susami të zeza sipër. Pjata është gati për t'u servir në tavolinën tuaj. Dashur, kjo pra është edhe rruga, pjesa e vjetër e qytetit të Kanit, e cila quhet Les Sequoias. Është shumë kënaqësi e madhe të jemi këtu dhe të shohim se sa gjallëri ka ky vend. Dhe këtu rrugicat e ngushta kaq fantastike me plot kafene ku të gjithë po shijojnë ushqim dhe pije të ndryshme këtu. Është e diel sot, të gjitha dyqanet janë të hapura dhe lokalet po ashtu, ku po shihni se sa të mbushura janë. Shqipës të dashur, pra kemi ardhur të ky vendi shumë i njohur, Les Sequoias, ku pra shihet një pjesë shumë e madhe e qytetit të Kanit. Këtu mund të shohësh pra pjesën e jarteve, tapetin e kuq dhe pothuajse të gjithë qytetin. Është një pamje fantastike nga këtu, edhe për foto, por edhe për të parë qytetin. E unë po e shijoj shumë edhe pse ka shumë turist të cilët kanë ardhur me vizitu këtë vend. Prap se prap, kjo bukuri duhet shijohet edhe po e shijojmë edhe këtë më kaq të nxehtë, edhe me gjithë këta turist.
Shikues të dashur, kjo ishte tëra për krejt që kemi përgatitur për ju për emisionin e Cannes nga jugu i Francës. Ishte kënaqësi shumë e madhe që sjellim të gjitha këto materiale për ju dhe ne u kënaqëm shumë. Kështu që nga kjo pjesë kaq e bukur këtu në këtë qytet të bukur, unë dua të falenderoj shumë Podravka, TEP dhe Peugeot. E unë po juftoj që të ndiqni edhe disa pamje nga ky qytet kaq i bukur. Ky emision mundësohet nga Podravka, The Bank dhe Mercom Company.